Do vlesh ka. Rikthehemi së bashku dhe është momenti për të zbuluar një letër që ka ardhur në shtëpinë e Big Brother. Shkojmë në shtëpi. Atëherë, jam sërish me ju dhe më duhet t'i them Livia, për ty sonte ka ardhur një letër të cilën do ta lexoj njëri prej banorëve. Zgjidh se kush do doje ti ta lexonte për ty. Juela, atëre, Juela, të lutem shko te kutia postare, merre letrën dhe hape në living dhe lexoje me zë të lartë për Livian dhe për të gjithë të tjerët. Wow, që emocioni. Mund të dalësh aty tek video walli, Juela, që ta kemi më të kollajt për të na dëgjuar të gjithë. Vaj, jam shumë emocionu me unë, Ledion. Atëherë. E dashur Livia, nga t'ja filloj, e kam vlerësuar shumë qëndrimin tënd në shtëpi. Ka qenë kënaqësi të shoh teksa krijoje miqësitë e tua me banorët e tjerë dhe teksa jetoje dhe shijoje ditët e qëndrimit tënd në shtëpi. E di që ke patur momente të vështira, ke ndarë historitë e tua personale, ke lotuar, ke debatuar, por edhe e ke jetuar. E kam vlerësuar talentin tënd në aktrim dhe energjinë që i ke sjellë shtëpisë gjatë 14 ditëve të qëndrimit tënd. Të kam dëgjuar në çdo bisedë që ke bërë, të kam ndjekur 24 orë dhe atëherë kur flie gjumë. Çdo ditë që ka kaluar, pavarësisht lojës, ke mbetur besnike ndaj vetes. Jam shumë krenar për ty, por fatkeqësisht koha jote përfundon sonte. Publiku ka votuar në televotimin e hapur për të gjithë ju. Livia, ti e banorja 21 që eliminohet. Është momenti të përshëndetësh banorët me shumë dashuri, vëllai i madh. Wow. Livia, më vjen keq. Livia, jam pa fjalë. Livia mëson për eliminimin e saj në këtë formë nga vllai i madh, mbas 21 ditësh qëndrimi aty brenda. Më falni, mbas 14 ditësh qëndrimi e 21 banore që largohet. S'ka problem. Që të kam çantën me aty në cep? Po. Okej, rrobat e mia, alamet aty. Që ishte? Rrobat të në cep aty. Gjitha. Që Okej. ishte gjela? Jo, më smjet dorë. Nejse, përshëndetit gjithë, më të përshëndet e fundit. Zoe. Ishte knatësi. Ishte filan. Shumë suksese. Faleminderit. Mali. Selin. Lesja. Jartë nishte. Faleminderit. Livia, kujtese për vetën e dashur. Paçma, shifemi. Kalosh mirë. Shumë suksese. Ti që kena i këti. Në gjithë të mirë. Ardit. Gjithë sukses të botës. Paçi. Të shifë mi ashtë. Livia, je njëri fantastik. Jam shumë të lumtur për njën. Të uroj çdo të mirë, do shifemi kur ta. Mendova se të një. Jo, që s'veshtë. Arko. Tu dashke me fjetë gjumë, Ledion. Bravo. Dashke me fjetë gjumë, shoku. Uroj. Livia të pres në studio. Livia. Okej, ndërkohë që banorët kthehen në dhomën e ndenjës, si po thoi Rogerc? Tu dashke me fjetë gjumë, Ledion. Ma mirë po flejmë gjumë dhe në orën 5,
Edhe s'po merr na fare as me debat, as me asnjë gjë. A kupton? Se këtu vlla ka tjerë që duhet me dal para livjes, por kjo është sistemi, se qa sistemi është kriju këtu vlla nuk e kuptoj, por megjithatë, këtu do jena e do shohim edhe si funksionon kjo gjë, se po na testonin limite total si njerëz. Këtu më shoku jem, më dashke me fjetë gjumë, më vlla jem, edhe mirë pafshim. Po mirë, ti shiko. Roger, ti mund ta provosh një herë të flesh gjumë. Po, do e provoj unë. Po, këto 4 ditë të flesh gjumë, vlla. Së dyti, mos u anko shumë, se nuk të detyron njeri të rish me zor, e ke derën e kuqe aty, mund të dalësh lirisht kur të dua. Normal. Si jam të anku, në në djonë, nuk jam gata që le garën, në në djonë. Të po them. Po pra, nuk jam gata që le garën, në në djonë. Me qënë se sistemi është shumë si sistemi, nëse do të mos të respektosh sistemin, të thash. Aty e ke derën, mund të dalësh. Ja. Nuk mundesh me më testu ti mu, o zotni. Ti nuk mundesh me më testu mu, do në lërë garën, si i pyt tjeve. Unë të do në lërë përdojnë publiku, o zotni. Atere, nëse do të votoj publiku, respekto votën e publiku si që të ka votuar për të mbajtur aty brënda. Unë thjesht po them se këtu dashke me fjetë gjumë, vla, aq. Po me fjetë gjumë, në shala për dhe ti. Kë mendon ti, Rogert, se meritonte të dilte më shumë se sa Livia sonte, që ka fjetur gjumë? Arditi. Tjetër? Tjetër, Alesio. Tjetër? Askush tjetër. Arditi dhe Alesio, okej. Mirë, ndërkohë, do doja në këto momente të vinte me mua në dhomën e surprizave, Juela. Moj Selin.